Horoskopi ditor e diel 21 qershor 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë me dashën. Për ju dash, shtëpia dhe familja janë kryefjala kësaj dite. Do të ketë shumë lëvizje dhe diskutime në vatrën tënde, mbase ndonjë diçka e re, një projekt apo një punë. Sot po merr vendime duke dëgjuar zemrën, por planet i ke të mëdha dhe me synime të larta. Ke dëshirë t'i thuash gjëra troç dhe hapur. Dielli po lidhet bukur me nyjen veriore të hënës, gjë që sjell harmoni dhe mundësi për të rregulluar ndonjë mosmarrëveshje të vjetër familjare. Do të kuptosh më mirë se çfarë të duhet për të qenë i lumtur. Ngjyra me fat blu, koha me fat paradite. Demi, sot mendja jote po fluturon drejt mundësive të mëdha. Është një ditë ideale për të mësuar gjëra të reja, për të hapur horizontin dhe për të gjetur disa zgjidhje për probleme që të kishin ngecur. Ke disa ide shumë të fuqishme që mund të kthejnë në projekte të suksesshme në të ardhmen. Komunikimi me njerëzit e tjerë do të rrjedh natyrshëm dhe ëmbël. Nëse deri tani ke patur ndonjë ndyshim, sot do ta shohësh rrugën tënde plotësisht të qartë dhe do të bësh hapa përpara me plot vetbesim. Ngjyra me fat bezh, koha me fat mbasdite. Binjakët. Hëna po kalon në sektorin tënd të gëzimit, duke zbutur shpirtin dhe duke sjellë një humor mjaft të mirë i dashur binjak. Është momenti i duhur për të menduar se si ti rregullosh financat e tua, apo si ti përdorësh më mirë talentet që ke për të shtuar të ardhurat. Sot do të vinë ide të shkëlqyera për paratë dhe sigurinë tënde ekonomike. Mos ki frikë të tregosh veten dhe të besosh tek aftësitë e tua. Fati po të buzëqesh. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat mesditë. Gaforja. E dashur gafore, në këtë ditë je plot dëshirë që të flasësh, të shkruash, të lidhesh dhe komunikosh me njerëzit. Do të marrësh lajme shumë të mira, apo disa vlerësime, dhe këto do të rrisin moralin. Dielli në shenjën tënde po bën një lidhje të bukur astrologjike që ndikon tek rritja jote shpirtërore. Mund të kthehesh në një udhërrëfyes apo mentor për dikë që ka nevojë për këshillën tënde të ngrohtë. Ndarja e mendimeve dhe bisedat e sinqerta do të falin një kënaqësi të veçantë. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat paradite. Luani. Ditën e sotme do t'i shohësh gjërat me shumë qartësi dashur Luan, dhe kjo do të jap një ndjenjë lehtësimi. Përvoja dhe urtësia jote deri tanishme do të ndihmojnë të bësh hapa para dhe të këshillosh dhe të tjerët. Shpirti dhe jeta jote emocionale po marrën një shtysë pozitive. Gjen qetësi duke u marrë me vete, duke bërë bamirësi apo duke u lidhur fort me dikë në fshehtësi. Edhe pse mendja jote është duke punuar shumë, mos harro të marrësh kohën tënde dhe të pushosh. Ngjyra me fat gri, koha me fat dark. Virgjëresha. Tranzitet e sotme janë të shkëlqyera për të marrë informacione me vlerë dhe për të kaluar çaste të bukura në shoqëri e dashur Virgjëresh. Do të kesh shumë entuziazëm për ëndrat dhe planet e tua fatgjata. Bisedat që do të bësh me miqt apo partnerin do të jenë frymëzuese dhe plot me energji pozitive. Dikush në jetën tënde mund të japë një ide të shkëlqyer dhe të ndihmojë të realizosh një dëshirë të madhe. Ndaj, shprehu lirisht, sepse fjala jote sot vlen. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat 16 deri në 19. Peshorja. E dashur peshore, në këtë ditë ke një dëshirë të madhe që të mësosh gjëra të reja.
Dëshiron të nxjerrësh disa përfundime të rëndësishme për të ardhmen. Lajmet që do të marrësh do të mbushin me optimizëm dhe me shumë shpresë, sidomos disa lajme me punën, karrierën apo emrin tënd në publik. Pozicioni yt në punë është më i sigurt dhe përgjegjësitë e reja po i mban me shumë dinjitet. Hënasht në shenjën tënde ndaj planet e tua personale janë ato që kanë rëndësi më të madhe sot. Ngjyra me fat, blu dhe e zezë, koha me fat 18:30 deri në 20:30. Akrepi. Sot nuk po merresh me imtësira, i dashur akrep. Mendja jote po sheh një panoramë të madhe të gjërave. Je shumë i dhënë pas një projekti apo edhe një histori dashurie që të mbush me jetë. Tranzitet e ditës do të ndihmojnë t'i bësh ballë jetës pa u shqetësuar për problemet e vogla të përditshme. Duke i parë të tjerët si të barabartë, ti do të hapësh dyert të reja miqësie dhe bashkëpunimi. Vetvlerësimi yt do të jetë i lartë në çdo takim. Ngjyra me fat e bardhë dhe e kuqe, koha me fat është në darkë. Shigjetari. I dashur shigjetar, mendja jote është e hapur për të parë mundësi të cilat më parë nuk i vije re. Kërkimi apo një bisedë e thellë do të ndesë një dëshirë që të ecësh përpara. Çështjet e familjes do të shkojnë shumë mirë dhe do të kesh mundësi të zgjidhësh një hatërmbetje të lënë pezull. Dashuria do të triumfojë. Dëmshuria që do të tregosh sot, pa frikë do t'i bëj lidhjet e tua me të afërmit më të forta dhe më të ngrohta. Ngjyra me fat, portokalli dhe roz, koha me fat 15:45 deri në 17:30. Kalojmë ke Bricjapi. I dashur Bricjap, sot marrëdhëniet me të tjerët janë çelësi i suksesës tënde. Përmes bisedave me njerëzit do të kuptosh më mirë veten dhe do të shohësh gjërat nga një tjetër këndvështrim. Është një ditë e shkëlqyer që të lësh pas krave konfliktet për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Tranzitet e yjeve të ndihmojnë të ndreqësh marrëdhënie të krisura dhe të ndjesh mbështetjen e madhe që njerëzit do të ofrojnë. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat mesditë. Ujori. Sot, i dashur ujor, do të gjesh mënyra dhe metoda të reja që do ta thjeshtojnë dhe do ta përmirësojnë jetën. Do të ndihesh plot shpresë dhe do t'i mbash syt hapur për mundësi të reja. Qofshin këto në punë apo ndonjë projekt që e ke ndërmend. Njerëzit do të vlerësojnë shumë ndihmën tënde sot. Mund të vinë ide fantastike se si të fitosh apo të kursesh para. Besimi tek aftësitë e tua praktike po rritet dhe kjo do të sjellë mjaft përfitime. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat në mëngjes. Peshqit. Për ju të dashur peshq, energjitë e sotme janë shumë të mira. Ti duhet i ndash gëzimet dhe idetë me të tjerët. Do të ndihesh më guximtar për t'u shprehur dhe njerëzit rreth teje do të jenë gjithsy e vesh për të dëgjuar ty. Hobit dhe interesat e reja po të japin shumë kënaqësi. Edhe pse mund të mos i përmbahesh dot rutinës së zakonshme, dëshira për të sfiduar veten dhe për të rritur do të bëjë të kalosh një ditë vërtet të bukur dhe frymëzuese. Ngjyra me fat e ardhë dhe gri, koha me fat 17 deri në 19:40.